Kështu në përgjithësi, gjaku i istihadas konsiderohet, do më thonë ajo që ka gjak të istihadas, si uzëllije. Ma tepër, do më thonë, si uzëlli. Uzëlli ku i thonë personi i cili, të cilit i paraqitet diçka që e prish abdesin me rrjedhjen apo me daljen e saj. I prishet abdesi. E tash po nuk ndalet, gjaku nuk ndalet, shembull. Çfarë të bëjë, nuk do të falet? Jo. Atëherë kur konsiderohet, kur merret se ka vazhdu gjaku të rrjedh, për shembull, pa marrë parasysh, a istihada qoftë, apo typi hundëve për shembull, apo për dikun tjetër për një vare, atëherë çka? Nëse të ka rrjedh sa një kohë e namazit, atëherë ti konsiderohesh uzëlli, ma'dhur i thotë arabisht. Pra uzëlli, çka do të thotë? Ke të drejtë që të marrësh abdes në fillim të kohës, kur thirrën ezani, edhe falesh me atë abdes pa marrë parasysh, mund të rrjedhë gjaku edhe hasrën apo te pikin të bëje krejt gjak. Të kulloje. Mund edhe të kulloje. Ai gjaku, qoftë për pa marrë parasysh, për kujdel, për ngadel, te abdesi nuk të prishet. Keni parasysh. Abdesi nuk të prishet. Pse? Deri kur nuk të prishet? Nuk të prishet deri kur thirrje ezani i namazit tjetër. Kur thirrën ezani i namazit tjetër, pa marrë parasysh se nuk e ke prish me diçka tjetër, ti të është prish abdesi. Duhet marrësh abdes të ri, pastaj në fillim të namazit tjetër, të kohës tjetër.